çka po ndodh me këto mjete dhe pse po vanohen. 100 eurosh për studentët aktiv. Në farkon e kjo lloj lëmoshe. Unë kam dyshimet e mia që ndoshta tani dhe unë sot publikisht kam kërkuar, me që unë jam në presion nga punëtorët të dinë se çfarë po ndodh, dhe publikisht kam kërkuar nga kryeministri i Kosovës dhe ministri i Financa, që është të dytë në detyrë, që të dalin dhe të shpjegojnë opinionit çka po ndodh me këto mjete dhe pse po vanohen. E thasht një krahasim që na është bë një diskriminim edhe me shumën, edhe me ndarjen dhe çka po ndodh tek ne tani, pse nuk po ekzekutojnë këto. Këto po themi kështu një farkon e kjo lloj lëmoshe. Përndryshe, edhe këto 100, unë po shpreh shqetësimin tim pse nuk po dalin të njoftojnë punëtorët, më thonë, po, ju do të merrni mrena 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, sepse kemi këto probleme. Nuk i patëm probleme me punëtorët e sektorit publik, nuk patëm probleme, mjekët patëm probleme me pensionistë, mjekët patëm probleme me fëmijët, me neve çfarë po ndodh. Po, ne kemi thonë këtë paraprakisht se kjo është një vendim puro politik, por megjithatë edhe nëse është puro politik, s'paku të zbatojnë ata që i keni thonë. Tham të drejtën, nuk kam dyshimet e mia që ndoshta tani mund ndodhë që zgjedhjet do të kemi prapë dhe po t'i qesin e këto pare, pastaj ju duhen prapë pare për zgjedhjet tjera dhe do të mungojnë paret, por megjithatë a priori nuk do të them kurrgjë, por diçka do të them. Neve na kanë diskriminuar në çfarëdo forme, në diskriminimin e shumës, në diskriminimin e kriterit që i kanë qitë për punëtorët e sektorit privat të Kosovës, në diskriminimin për vonesën e këtyre, po themi kështu, mjeteve simbolike. Sot kam kënaqësinë t'ju njoftoj për pakun për përballje me inflacionin 2.0, të cilën e kemi dizajnuar dhe do ta miratojmë sot me masat si vijën. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Meqense për pensionistët dhe fëmijët nuk do të ketë nevojë për aplikim, sepse i kemi listat e përfituesve tashmë, do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese t'i bëjmë në fillim të javës që vjen. Pra, para festës Bajramit, ashtu që secila familje të ndjehet e barabartë në atë ditë feste, duke e ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedurë aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme dhe besoj që për këtë Ministri do të mund të prezantoj detajet tjera në vijim.